një kohë besë përmendore. Të gjithë për një vëllau, të gjithë për një besë, një nanë, një gjuhë, historisë për jetë. Janë vazhdet e shkëputur nga libri Rajtë Ndane të autorit Lula Shmik Palushaj. Me kënaqësi morëm përsipër të bëjmë promovimin e këtij libri. Prandaj, në emër të grupit Letrarje Hona të shkollës tonë, të gjithë ju dashamirë të artit poetik, ju dëshiroj një sallë dhe gjithashtu dëshiroj që të kaloni mirë, të ndahni të kënaqur dhe ju bëjmë thirrje të merrni pjesë aktive. Në fillim dëshiroj që piktoj të gjithë ata të cilët kanë përgatitur ndonjë veprim për këtë përmbledhje, ose dëshirojnë të marrin fjalën në këtë rast të paraqiten në gojë ose në shkrim tek organizatorit të këtij programi. Tani fjalën e kanë anëtarët e grupit Letrarje Hona, të cilët do të lexojnë disa vërsha nga libri Rajtë Ndane. Besa. Të gjeta o besë se kemi në nanë, tek kapuqi I zyshit ngjyrëvore e bardhë, tek një fasulet që pas gjithmonë namë, vargu I tërgjyshve tek e pastra parë. Edhe të majstoria në brend e brezni, por të luaj I besën ma fort të çdo gjë, malet lind për besë ndrit por si dërshi, djali gjur ja lidhi sutrëndit kurma. Besa mbeti besë, lidh si mal me male, ruajt me faqet bardh, me plot krenari, besa kushton shprejt, çmimi shumë I rrallë, trojes ku shqiptarët çmojnë shqiptari. Besa në lok burrash në nderoj gjithmonë, kur plotallë patëm kohra repliga, kur përgusëm sajtëm historinë tonë, për besë shqiptari zinte çkan shtriga. Kur të lanë vitve pa buk në gojë, dhe kur ta krishin zemrën e softueme, ruajte besën, besë o shqiptar për jetë, se humbe dhe rina shdalgat trazueme. Ta lypën ty besën, besë me zemër dhe, të trazuen por besën bajte si me be. Malësh, oh fort malësh si shqipe krenare, e fort mbet e shet besa shqiptare. E jep dhe e ruan si margaritar, ngritë nalt gjithmonë, nalt me faqet bardh. Besë e kastriotit, maleve të malësis, besë gjaku të rimas, burrash shqiptarit. Rajtë Ndane. Trizena një raje nda është po malësia, një raj, një gjuhë, por orë nda të tria. Si të ndeqa velit, ajon veletik, një dhe tjetër trimash dhe gdiz në Amerikë. Erdat në të forta kohët nuk më ndanë, nuk bunat hartoj lapë hartave të botës, nuk shkova kur unë për te oqani, një malësi, një isha, e tash me kanë basi. 3 herë ndame, jo prej gjendësim, as prej sautan degët e kësaj dime, prej sukës të grudës, je o prej zorës, andras me largove, prej sofrës të majstorit. Lartë po njëra tjetërës njëllën me gjanë shmali, këto malet balla nda, ose qfarë halë, mali shkru në letra, tyra nda pa u duk, kur do t'i dita, tria tria një buk. I betojnë kohër që arën në randerë, të rinë një sofër të banë bashkë një jetë, nuk ndahet jo vëllau, ndahet nga vazhnia, një zemre gjithmonë, një do tjetë malësia. Festat e malësis, ashtë e bukur valja, veshja të lirë, si që Ramadana, burga vesh për ditë. Nuse vajtë të cita, në trupleta janë, brendra e qëtana, bukuri I kanë. Të tjerë burga veshon, krevata për qafe, graje vasha, në rasha, fëmijët kanë gësit, vinë vite, pas vite, festat në malësi, shpeku I rojnë traditën, gjithni një pasni. Ku po shkon të sonte, të dajat në bojë, shpet ka I vajrak për së nëndua gëzdojë. Vëtir pas një kohë, me muajnë e kushtit, gruda e luttojnë, herët si partisti, pulmi I bashkimit, tërgaja kukuroshe,
përmbush gjuhën themi, bukur qosën qose. Nuk vonon e shnjoni, vjeka fundi kushtit, hoti sot ka kralën, sjell përdik të plushi, me përdik të theta, bukur hjell shënohen, si gjoqet e hotit, me gabë si zitohen. Hejti thjesht ku je, sotën takën syrë, jetë zojnë mojtëtori, vërdane gjërësi, esti ka sezoni, nga shto anë malësia, vit për vit bulon, festat bagetia, festave të tjera, tash po I vjen rendi, në shatra që dinorsa, brana e mileshti, pen që turnoni, atë faqe e barë, vazën të një gjaku, malesor të tamë. Syte nene, nuk bif se kjo nërgjë tonë bidu që streqës. Vështrom që mendin, ish bi bukle e tej. Nuk di, nuk të pëlqem behari pranverës. Pisnaja që rësojnë punor. Se mi isha, më e se kuptoj gjotet e nene. Gjdo verë dishim djesht, ajo plate kufiri maleve. Gjinin, kurse pa, prej kufiret ma mpuan. Majsoja kur të shkojnë e kelmente majti. A jeni dreqër apo vletën të Shqipënis. Apo kur nuk duhet greqa bjeshke majsorit, o nenën time e gjatë dhe dherë gjokën bas gjokën. Sa bje nena në gjallë kufiri ma gjukë, I mankuan. Ashtë shtrumi I zemrës plasur të nenave, gjumi, sa zhjuën. Ashtë qka ti besh ma rritë të sistemit e një njeriu, e ta shlion që të marë, një jetë tanë të shkatërume. Si mos malkua njeriu I që mendur në këtë qiel, tash kësaj toke I sehen kufit me masa kuritin, mjera me mjera njerë të tura nga forë shdedi. Janë të mirë poni, janë dreqit e nderi. Qfar Krishtini, kur edhe femjet kërkojnë njët e deti. Nena me femi me gryt për plaset valve, nuk shohin Shqiprin, rrugën të shkollave. Tu malkojnë ruën një gjotë e surë të nenave. Zemrat e ndë shkatruan nga djeti prej valve. Dalëni, se shpetimu nuk është e kësodin. Këtu jeton pashkuat, në mëjrat e vuaj e upune. Vorët që flasin, kushtuar 10.000 liqit e do të smalë. Terri kohës li të tres me gërmaat pa fund, të jap dritë, jap bet, bez burrash që gjatë tonë. Ajo tjetë legendë malësh, tjetë shembull që nuk pretet, tjetë besë e vërtet, shkruhet në vatin nga poetës. Lidu burra ata banë, lidu prima nga shonë, njeni në që listën prime, tjetërin në trijes e brava. Komunizmin nuk e deshtën, zesje doda nishin shprishin, burra për burni e besë, për trimi ku do I thirësin. Do të smali si rupe, me urti burri veproj, zet milici por si shpat, besën shqipe e kujtoj. Nuk e qes nikun pa vedin, duhet mizori që lëshoj, vërtik burri që la tjetri, shpejt kumarën zarënsoj. Kumara shqiptarë ndolloj, në shpine trimis bet, atë niku malartes, ishte mikë që do dhe në trijet, si me ndoni ju të mirë, se të zonë ma shqin, japin nikun para vedit, e t'i lam vedit korin. Jo që besa e mërqis, kështu burra nuk do bahet, mua më gjeni po jo mikun, se tia me gjatë trinit lahet. Lumbat më shqitën daj të dyve, patën e nuk ruajtën masën, atë afer prishtit, zesin me kumar të flasën. Pushoj trupi disi tyne, ljumë bardhjorit të barbarit, rriti doda ndere triesit, rriti betën e shqiptarit. Nuk treguan kur farë në shire, ndaj të dyve dise bushtrët, por si doda rriti betën, rriti zetin majnë e grudës. Ririn të falja. Ata falja ma të bukura në jetës time, që ndoha vjeçkëve e lugje moj masia ime. Duhet anë vale, dojtë e zitoje, trabojini, tërgaje të koritës. Ata falja klasën e rinjës time. Ata falja fjallë më të bukur që dita. Ata ruajt anë derin, besën burërin. Atë ndoha për që flau kuadrori e tri. Shpishën shtapilla kur dhe shpy masia ime. Edhe erna ke mrafta, se sohta kur prëmi. I veshën a I dveshën me të shtryle më toka ime. Nuk më shtyret një në mësu, në hone e thelëse, ta kujtoa nderi më majtësia të ime. Mund të flasën që të dojnë kundër meje, edhe shpel nëse e bejnë në fjallë një të qeshë për e treje, edhe nëse e keni I natë more të njerë, ashto burat majtësia, malë në ndjerë. Të mrafëshin në të mbjede kundër gjova, nuk e kisha të dhe,
dështire durova, kuqja të anda të qatë popullive, dhe kush ka të drejtë të plasë në gjuhën e vetë, ata falja më të bukur në rinin, si me njasin dhe medrës, dure në tjerë të shpërtiri, salafjallën për të kalumen tua burnore, të gjenë të fali ty, ma i qenime arnore. Jam të mirë. Vëllau, të mire në dëshiranë, mos po dhe, ku shkonë? Lotë që i vërë në vjedin, vëllau, të është ku po shkonë? Mos të pyet të lutem, pas gjatë në pyet. Mundë me trebue, që të ndoshta të vjetë. Sy dështrohen, do t'i rjetë të pasë. Pas vazhnin, mos shko. Ndali gjote të qesën të dy, vjetë nuk kam pasi. Po nana kështot, a vetëm rënkon. Po baba shmendon, a vetëm gjemon. Po motra, a vetëm gjëton. Vëlla, të rrugë jo ti nuk e trenon. Shkoj, u larguje. Në vend shkoj buk me kërkue. Shkoj, se për qatë shlet. Nanën si të mija në vjetë të vetë. Vëlla i dashun, amanet treje. Djali dhe zhinjen, mos e qitre treje. Dhe ku e qosh, atje ku je, mos harrot. Vëlla të kam, vëlla më shqe. Marcia, o hoqë gazetën e t'i grurë krenare, 30 vlasë në koj, 5 përmendore. Të gjithë për një lau, të gjithë për një bese, një nanë e një gjuhe, histori e shprese. Në përshir e gjubleta e përshir, kapuqa të barë, një gjinana di. Kushtrim një bashkoj, ndetis me luftue, në një popullore, bindi mënësor. Tas dua, vetëm dua, si shtari me trit, dua, vetëm dua, lamurin dhe trit. Dua, vetëm dua, manjës trit terore, dua, vetëm dua, jetat nore. Kordo për ti të vite. Një gazetari jashtën ishte pas mënduar, në nëzvista njerë që që një ka t'juar. Malësori të ka zërosh pajtimi, që ota zhjit e dhije që keni gjithë pushimi. Mësuaj ku ashtor të mësin e ditë, në sus kjo tradit, bukur t'ju pas nesër, në të porta reze, djel i verës në zenë, në kordo rrugve tuzit, njësit prapi gjenë. Shkone në pas prati, bukurën t'jallë drejtonë. Malësore dalin, urini vazhdojnë. Sa shkesh ka shikosh burra të kolesha. Bushin zenda pluzit, jela vej pas nese. Qesh unik do zemër, në këtë qesh e ka. Vazhdojnë simfonia, etja pa jandra. Në të rundesha, do të rrugan të kolesha. Jo është vitet pamit për djene për vajza. Në dhimën shënkolli, pas vej pranderës. Nuk se t'i rështojnë, ma mira ku shërderës. Gjelin ma të bukrën, njës të malësi, të gjitha në gjudeta në florit të ndi. Shtu pra e vazhimit, si në zhekun e verës, kordo për malësore, ndetet shtegu jetës. Se ndë për të përshëndetje, logitës shtakimi, bukur në botë si shumë, nuk është për si shumë. Dëshiroj që them në emrin të grupit të tërë, Johona i cili tani u bën një organizëm i rëndësishëm i jetës kulturore në Bashki. Prandaj edhe ne e ndjeme të nevojshme që të marrim përsipër një organizim të tillë dhe shpresojmë dhe dëshirojmë që këtyra organizime të kemi më në shumë në të ardhmen. Autorit të librit Rojnë Dane i dëshirojmë një të gjatë e suksese dhe më të libra në të ardhmen. Të gjithë mirë të kemi javë. Faleminderit. Oajtani këndëror në sabir dhe primin kritik një lepër dhe kalat në pranë të zhjuraj. Permisul, palushaj,
promovimin e librit të tij me kënaqësi për ta sot, e pranova se shajnë miqësia dhe respekti kolegiale dhe njerëzore, reciproke kuptohet, e cila daton se në ditët menjore, e vazhdimisht farë këtu pasunua, edhe se i vetëdijshëm se autori rrezikon që komenti në stanë vërtim të ekipa sociale e modë, ne kupton aftësi të mëdha që mos jetë në nivelin e duhur. Se bashkë morën vetë se unë nuk mund të refuzova, por fjalët do të dalin janë fjalë që rrjedhin nga zemra, nga shpirti, që rrjedhin mirë, prandaj edhe se do të ketë një gabim, nuk më deni për të mallë. Vetë titulli i kësaj përmbledhje poezisë rani, apo si thot autori gjuhën burimore, popullore, rani të ndame në figurative vetë për vendimin e poetit Gjithësisht për malësin e cila të dëgjuar në tritje. Pra, nga një rang dalin 3 delë. Njëna në qasë të delit, tjetra në zeretik, e tjetra pak ma lartë që sot poeti dhe gjithët në Amerikë. Kufiri cili vita me rava në në gjithëm shekullit ka qenë të njerë, për vizitat e vllaut me vlla, e mikut me mik, e të afërmit me pasëmëve dhe familëve, për fakt të mirë nuk është majë për njerë që ka qenë vite me radhë, ndërsa distanca geografike me disa mijë kilometra që pas poetit nuk duhet edhe që guxojnë të jenë për njerë e dashurisë vllazënore, e respektit të mirësisë dhe reciprok. Pra, nëse mund të shtojon, sa të trupa të kemi një shpirë dhe të marrë të shprejnë si një. Pra, sot të ribia të një nane, që sot poeti të jenë përgjerë në mirëzvetin një kuptim të mirësirë, kontakte, e tyre të jenë të shpesta dhe mos magresit njëre për gjithmonë, mos të jenë ma në vetë sot. Poeti është nga populli. Asë biri i popullit, fatin e vetë, asë njëherë nuk e ndau nga popullit. Pra, e identifikon vetin me fatin e popullit të malësiri, me malësorin kresnik, me atë malësorin i të rjetuosen nga malet e sepishura. Mori hua, pra huazori atë stoicizmin, me të cilin në përqekuj u beri balë stuhive dhe rëbetave të shumë dhe i gjokë si forë të ti, që të shorë në recitalin malësorit të Migjerit, ashtë si forë si edhe ato mali presnike ku a i jetoj me shekuj, a ma mirë të të një gjadëroj, se gjadë e jetoj në në kupton një standard, në në kupton një kushte materiale. Marësia, me sifaret e saj, me traditën, me të kalume, me njerëzit e saj presnik, me festat e saj, me logjet në vitoj, në tërgare, në korit, në radit, me shtemin tradicional që është Colorado, si majtir, me kanjonet e tia të bukura dhe ujnë e ti të kësir, ku është doja për pikë të ditës, si sot edhe poetit, titulli i huazur në të sëngani utarë Gjerman, që kaloj të pari, janë strumullari, janë preokupimet kryesore, janë burra ku poeti në gjellë tendën dhe në afisit të cilit dollen të vajtë. Pra në atje ku me linden, që temja moto e poeti. Marësia është gjithë shka për poeti.
Andaj asaj edhe i këndon me zemër, asaj edhe i kushtoj vajzët ose pjesën masë madhe të poezive. Poezia është një natyrë e butë, që njohin të gjithë, asë një njeri i ndjeshëm, asë poet patikit, i cili vetëm i dëshron të mirën, miqve, të njohurve, dashamirëve edhe palju. Nuk din se shka është përbuzja, menia, urrejtja. Ajo s'kisë butësi, ajo zemër gjallësi, e përshkon krejt poezinë e kësaj të mëgjeve, numri të ciljave nuk i rashton 5 vjet. Porosia e poetit është ma jep dorën. Kërkon dorën e lirë, dorën e pastër, dorën e miqësinë. Kërkon moralin, nderin, kërkon edhe lufton. E ndrit zamin kundër bastile, kundër të ligjave, kundër shpifjeve dhe intrigave. Prandaj, kërkon dorën e pastër, kërkon moralin, kërkon nderin, që poeti edhe popullit të cilët i këndonaj të jetë i gnaqë. Të pasu që kam kuptua unë, edhe asë prej poezive, nga të cilat të ndonë të rekondetuar, se ajo edhe asë utërgimi, ajo porosia, shkrimet të dhe njërë e poetit të cilën a i drejtohet lezuës. Poeti është i apër me nëzit, me pjonet, me dashamir, për të ati që ti ndanë, edhe në shkollë, edhe në rrugë, edhe në gjuhë shtetit, edhe në florit. Prandaj, atë shumin edhe në poezi, edhe në vazhët të cilat a i jetëson shkollës, kur poeti kaloj pjesët më të mirë të jetës në edukimin dhe artimimin e gjeneratës të rejë. Nuk e banaj që ta përcili shpirtnore, që të butësi, të përqatime, nuk i ndanë për modë, nuk janë të reklam, as demagogi. Rrëdhën nga shpirti i pasës i ti, të cilit mund të kemi nga të një shumë, edhe unë që po jashtë të gjithësejnë. Kjo nuk mund të krijohet letë, kjo lindet, kjo ty parë, kjo dhe ti, edhe të gjatjetët mund të përqosët e mund të ndërshosët edhe struktura e rejë. Por këtë dhe ti nuk mund të ketë do kush. Kjo është mundësi edhe e përëndirit, edhe e natyre. Kjo të këtë mund e ka edhe tradit familjare, nga se familjen edhe të ngur, edhe të gjanë, të autorit e njohin, të gjithë kemi ne kush ma thonë e kush ma fajtë. Më gjimtar, diaspora, pasi i vllazën veçan, ajo pjesë e gjithë në Amerikë, asë preokupimi poetit. Kuptohet, kjo është edhe ndikim i poetëve të traditës tonë, i romantizve, i mjetës dhe i sirotës, por edhe i burakuqit e të tjerve, a sidomos vrehet këtu lirika e burë, e ndikimi i poezis lirike, apo i nostalgjis, i malë pra dhe që vrehet të lirik sirota edhe të njëra. A e lëmë të mirë, që e njerë, a pasi edhe vrehet të tjerë, i përgjama sa jam të mirës të poetit të i tretëri, kur i den jam të mirë në namet, jam të mirë të në treta që me të tira në rritë e kaqë, në kokë mas mirës për që në treta kur të letnia që të në parë. Sot i 25 vitet e fundit, edhe na kemi pasra që bindemi, që austrim dorën, aty me gjelmosave e vajzave, që liqeve të rejave, të cilët i lanë jam të mirën malësirë, Turtit, Bokit e Gru, Triesit e Koj, Vitojt e Tërgaj, Radet e Koritës dhe morën botën në styri. Poeti janë konë, për që të rrugë të gjatë. Por mate e për, në falin të nërtemin për që i duhet edhe të vrejtë edhe në mjeni, mate për asë registruot i fakteve, incizon, fotografon gjenë, në njësë dhe të, por nuk shkon naturë. Nuk nënë, asë në shkaqët
por as me pasoja. Nuk ka aftësi ta ngritë veri kundër kësaj rrugë të kurbetit, që të kem pa edhe të tajupit, të realistët, por sidomos të Unida dhe Filip Shiroka, por në këtë luftë, në cilin ai nuk shkon deri në fund. Do të vetë po i bjedhimi, por nuk pas i vetë. Edhe autori, jo vetëm autori, por edhe unë që po jam këtë moment të atjesët më të mirë të familjes i kemi në Shtetet e Bashkuara. Nuk jenë vetëm por ka edhe të tjerë. Prandaj rastë dhe frymëzim, jo vetëm nga fati i trive dhe trejave këtu në vend, në Malësi, por edhe atë ndrohen nga jeta familjare, nga të afërmit, edhe në shtëpi, edhe në familje, edhe në Malësi mbare. Poeti me të drejtë në dy poezi këndon atë gjithësisë. Edhe se mund temi se nuk ka që si malë që i fisës të poeti, edhe se poeti me siguri ka pasërat mirë të lezojë dhe të fjojë bukurisë dhe vlerën artistike të krimtarisë të atë gjithësisë. Mirë po, sigurisht ta do të kishtë në bord edhe në dhjës në dhjesë së vetë, edhe në duhet, pa edhe kishtë sigur të mund të kishtë ushtuar të paku një poezi. Mirë po, tyrave të ndryshme, majoritare të Malësi, a ju kushton u këndon disa herë, dedës, e tringjës, pretasit, e gjendrit, atyre të cilët e shënuan dhe të shekull në Malësi, emrat e të cilëve mbetën që kanë mundyrë për generatën e rejë. Kuptohet se dy burre të smurë, Dosmajit dhe Dëshmilitit në vorët të klasit, me titullin karakteristik që në përkujtoj vdekjen apo përshkatimin e Ganimet të Shërbesit në poezinë e Lëndë dhe Gjekur me titullin Vdekja sa fjale e mbesë mundi. Edhe sigurisht se vdekja e tyre dy burrave, më të dhenë për të marrë se njënja i katonit e kishtë për sa janë të gjithë neve, as për këta dy nuk ishte vdekja fjala e tyne e fundit. Më falni për një muazim, por të osë si ma të saj fjales popullore, plumë të ata të cilët me trup nuk vorrosen edhe emnin. Prandaj, ta e lanë emnin e që emnin do të metët prezent të generatët e reja, jo vetëm në këtë generatën le që janë statë, por edhe në generatët e tjera, se nderi që vishys ma i lartë i karakterit, asë do gjahë për njeriu, të ose poeti deshi të thotë, do gjahë mund të masë, se unë, por deri një, se përse jetoj, përse edhe vdekë. Prandaj për këta burra, vdekja e ishte ma e madhe se jetë. Poeti ka si këto në një përstritje. Poezia ma jetë dorën dhe poezia ku kërkon ato perat, ato si vorose, kur kërkon që mos të mbretnoj një intrigat e mos marrëveshjes, por kuptohet se aty këtu të dëshiruat që tjeti dimshëm për letuar. Ka në i shtovë që janë të tezër, e pa nevojshme, që ndoshta aty këtu e rëndon shprehjen, nëse që se mund të thot edhe me 3 ose me 4 strofa, poeti shkon pak në gjantësi, me në një strofë ma tepër, nuk kanë që ja unë vlerën artistike taj përgjeve, mirë po nga dëshira që të thot shumë, poeti shpesh në një herë dhe i lejon vetës të bëjnë në një përstritje. Ndikimi modernizmit nuk ka shkore prezent në këto vajtë. Më kujtohet kuna fjalla për moralin, për vjestat refleksive, lendimtare, për ato vjestat didaskalike, që janë subistarë nga të vjestat, dhe azemi shkrejli, në të bofta, që kur të shkrejshin dhe vetën, që do të kishim punës, do të kishim shkrejshin. Vetëm me 2 vargje, edhe kritika letrare i ka mbu disa fletë. Poeti ka prishtë ndoshta me 1 strofë ose me 2,
nuk do të takoj qëllimin e tij në vend, mirë po shqetësohet edhe me jetëprimin e tij. Edhe nëse punojnë në tendër, kem pas rast të shionin bukurinë e këtyre vargjeve, e jo vetëm të këtyre, por edhe disa të tjerave jam i bindur të ta në mungesën e artikujve ushqimor, tonë të më thonë që ka rezervë në shtëpi. Edhe poeti më mërmenja ka rezerva poezis që do të dilte jo vetëm një, por më mërmenja dhe 2 libra edhe me voliminut. Por në mënyrë afirmative, por pohon në ndërrujë si me krye prandaj, kjo letjet të trimet e artëve, përndjeljet e poezive të artëve të kenë edhe sistima të larta artistike, promovimet të sa dhe rrët gjole do t'jenë jo vetëm një herë në vjetë, por si të më mërmenja edhe një paku bërë një herë muaj. A lera e kësaj poezie, përveç meritën artistike, ashtë edhe stimulim, jo vetëm për poetit, por edhe për shtatë të rinj, e këto tre të cilët me knajsi për një gjojnë sajtra herë sa bukur recitojnë, jo vetëm qërimet që të tjere, por edhe ato të letat, të shpejti edhe nga ta të vend promovimi i lerave edhe i qërimeve të tyne artistike. Poeti din se jetë në vazën e ngjarjes. Jeton në ngjarjes, i përjeton ato shpresnis, kundra pa drejtësisë dhe luftës e ngritjes. Poezia Trishtimi, që ka kuptim të thellë dhe titulli, ka të bëjë me trishtimin e poetit, me fatin e popullit në Kërkazan në Ujtëvar në Ballkan, a sidomos aludon në Bosnje, në luftën e pampa dhe të ndyrës e Vlavraspe, ku poeti e shkret në të patërvojt me dhe të pampa, prandaj e ndërberin që e rata fëmini që paku, e paka, kur nana ankon prulla, prindje dhe babaja nuk din për fatin e voglushit ose të voglushës, që të mretnoj njerëzia, drejtësia, aty poeti me të drejt e denonton, e gjykon, e sulmon, edhe kërkon faqe, kërkon drejtësi, kërkon gjumëturin në mbarë rrugën tëptore. Pak aty pajton me të drejt nështë dhe qartët në komptare europiane, e cilët nështë me një angazhim më të madh do t'ishin mundur ta ndalojnë të gjatë. Poeti me të drejt i shpau luftë ekstremismit, nacionalizmit, urrejtjes, mënim edhe gjatë. Kërkon paqen, ashtu si e thot Zoti, dhe si e thot Ropi, si e thot njeri i ndërtejshëm. Poeti nuk njëtet në pessimizëm, as në natyrë e qeshur, as në njeri optimist, e shikon të ardhme, edhe që janë kushtet e tilla që shkon edhe të gjithë ne me një gëzim, në mënyrë figurative valja e gëzimit, që artikli i fundit i këtyre poezive, kur mbas vjeshtës dhe mbrapje, të cilat në një mënyrë dhe kuptojnë rreth me të rrethuna, edhe i mbrani e cilat në një mënyrë paraqitet të rrethunën dhe pranverë. Në atë pranverë, poeti paralajmëron vitet më të mira, ashtu sikur Tina Medi kur e vitit. Ngjall gjelbrimin patagonisë zimnore, që na duket se ka zgjatur me shekuj, kur gjelbrimi dhe lullet përsëri, cilat për pakun në duket se na ta të harrua, kthehen aty ku ka vendin, edhe poeti me këtë pranverë shpreh besimin e thellë, se ditët e bukura, ditët më të mira, ditët e lumtura janë para nesh, prandaj edhe ai dëshiron gëzim për shpirtin e tij. E gëzimi nuk është vetëm për shpirtin e poetit, gëzimi është për shpirtin e të gjithë neve, është për shpirtin e lexuesit, është për njerëzit e ndërgjegjshëm e të vetëdijshëm, për ata të cilët s'ja menojnë e s'ja dëshirojnë të keqen fuj. Unë kam lezu disa njerëz të përmbledhje, disa sosha pa u botuar kjo përmbledhje, toni lirika gjithisht momenti nostalgjik mbi Sopnov me këto poezi. Gjuha është ajo e zakonshme, ajo folja e përditshme, folja dialektike, ajo të cilën na e takojnë, me të cilën ne ballafaqohemi për çdo ditë, në rrugë,
se stam në portën pikë të ditës, në brekë të temit, në turmën, në masën, prandaj poeti I mbetet besnik traditës, edhe pse unë është dhe përdira pak të gjuhën e mësuar, pak edhe këtë formën tjeje. Pak mos një hetë mes hatri poetit e pak edhe profesionit. Mirë po, edhe stili është në frymën e gjuhës, është një stil I mesëm, një stil I zakonshëm, vajzë, ku pak ka figura me përjashtim të aluzionit edhe të simbolit. Vajzët janë të lehta për të kuptuar, në mrami mazdarkët, në një ndere, në një tubim, nga që s'ka nevoj komendi. Edhe komendi im, apo ky vështrim I shkurtër, I sa më përhoqën vrejtën, nëse gjatë në sahat, se ka mua vetin e gjatë, edhe po I përfundoj, komendi nuk ka nevoj, se këto vjersha nuk janë kushtuar intelektuale, nuk janë kushtuar njerëzve të mësuar, janë kushtuar njerëzve të rëndomë, njerëzve të përditshëm, njerëzve edhe analfabet, të pa shkollë, se tradita, mirësia, ndërje karakterit nuk ka nevojë në shkollë. Ato nuk mësohen në shkollë, edhe pse mund të ndihmohet në mësim në shkollë, ato janë karakteristikë e burrave të ndërshëm se sa janë me të cilat na gjithmonë jemi krenuar para të tjerëve. Ma vëmenjas komentin për ju s'ka qenë që nevojshëm, ma tje për tash në modë, duhet të thot dikush disa fjalë për poetit, edhe pse fjalët kryesore ka thënë ai. Përpjekja e Lula Shpalushaj, që sot si poet, meriton çdo lëvdar. Ajo thot në I shkrim se ka në dorëshkrim disa përmbledhje tjera, të cilat na jep drejt të shpresoj se nuk do të presin një gjysmë shekulli, sepse poeti në këtë vit, nuk e di datën e saktë, I mbushi 50 vite. Letjet që përmbledhje poezisë, urim për ditëlindjen e poetit, për 50 vjetorin e lindjes, njëherë letjet edhe paralajmërim, për krijime edhe më të mira, për realizime edhe më të suksesshme, letjet që përmbledhje inspirim për gjeneratën e re, për talentet të cilët I kanë prej laksat e presin ato vargje si derdhen në letër. Lejoni që në fund t'ja uroj këtë natë Lula Shpalushaj me dëshirë që të përcjellë shëndeti edhe krijime edhe mate spikatuna në lajmet e poezisë edhe të artës letrare në përgjithësi. Ju falenderoj. Tani në shkrimin e vetë kritik dhe të japë Frans Samaj. Për dalim prej Danit, se kom pa me poesi, por me dëshirë këtë vështrim, shkurt edhe I lindur se autori I lindur se kontributim do t'jetë mjaft modest edhe se autori për çdo drejtje, qoftë pozitive, qoftë negative, do ta kuptoj se është vetëm qëllim mirë. Edhe se kjo përmbledhje do të paraqesë I bindur në fillim se paraqes një kontribut të mirë në rinjalljen e dashurisë për gëzim dhe kritarive prave në këto troje tani mjaft pasivizuar se pas në ditë. Në fillim të se nuar kemi edhe një përmbledhje drejt poezive të autorit Lula Shpalushaj në titull simbolik Rajë të ndane, por simbolika e këtij titulli është mjaft e qartë dhe nuk le të mendosh në asnjë moment se për çfarë fjalë. Rrënjët e templitjes autorit janë të ndara, këndejnë qartelit në Veleçit, kurse një deri trumbut, që këtu paraqitet dilema, është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtë dilema autori paraqet edhe në vjershën po me të njëjtin titull, kur thot rrënjët, dy rrënjë këtu, e treta në Amerikën për të tega në Amerikën. Rrënjët depërtojnë thellë në lindjet, atetet mund të shkputen rrënjë rastësi. Pjesën e parë të përmbledhjes autori ja ka kushtuar në lindjes së vet dhe ka titulluar atje ku të linda, ku me linde,
Megjithse pothuaj se të gjitha vjershat e tjera kanë të bëjnë me malësinë dhe vjershet e saj. Këtë titull e mbarë dhe vjersha me cilën hapet përmbledhja. Në malësi poeti shpreh dëshirën të rritet edhe të tesë se aty nëna, si shtotaj, ja ka mësuar gjuhën e bukurantare, kurse babai i tij ja ka mësuar testën e burrit. Si në vjershën e para ashtu edhe në shumë vjersha tjera autori është intrazuar për shkak të faktit se shtëpia të mesin të zbrasta dhe prigjet e dyrave kanë filluar të kahen. Ati si nuk i kanë mbetur asgjë tjetër, por të bëjë atë që ta ndalojnë të trupë të pamësishëm. Pritën e atij që të dëgjohet lartë deri kurqiut, që të ndërpritet një agoni, dëgjohet në shumë vjersha posaçërisht në vjershën Rajnë të Ndarë, pastaj në vjershën Tokës e tjera. E posaçërisht në këtë të fundit, ku vendimri u bë të shitës së ndarjes për lloje të huaj shpejtimin, mos të jetë qytja të zonë në vendin e tyre. Emocionet me këto vjershe janë tepër të mëdha dhe nuk e nën autorit të jetë më realist dhe të ofrojë mënyrën e zgjidhjes problemit. Madje emocionet e kësaj dhe romantizmit ose partet janë të kuptuar se mjaft dhe ku nuk ke nevojë të mendosh shumë se çfarë ka dëshuar të bëjë. Pesimizmi është prezent aty këtu. Megjithëse rashiten elementet e optimizmit kur thot për shembull, i besojnë kohës të sillen babën nga merë, të rritin një sofër, të bajnë bashkë një jetë, që posaçërisht kur një moment i jetë zemër vetës edhe thot i bindur se nuk ndahet jo vllau, se ndahet nga vllaznia, një zemër gjithmonë një të tjetëmësia të vjersha Rajnë të Ndarë. Pas këtyre dhe vjershave tjera kushtuar martimit, në këtë pjesë pasojnë dy vjersha, njëra kushtuar festave të malësisë, në të cilën autori numëron një nga një festat e fisëve dhe korzo për pikë të ditës në të cilën autori dëshiron të tërheqë vërejtjen ndaj një dukurie pothuajse të harruar në malësi, logu i nuseve dhe zgjedhjes së nusës më të bukur në malësi. Sillet ndaj shërbitores së vetme të malësorëve, të dielave dhe festave pasmeshe nëpër asfaltin herë të nxehtë e herë të ftohtë të qytetit së Tuzit. Autori ndjen një kënaqësi pa hyrë në shkaqe pse njerëzit e kanë zgjedhur këtë korzo të këtij. Këto dy vjersha paraqisin edhe një farë pushimi të shkurtër, pas tërë vaj të gjitha ushamave dhe malltimeve për shkak të shkretërimit të fshatrave të malësisë. Në pjesën e dytë të mbledhjes që titullohet Koha, autori ka futur disa vjersha me motive të ndryshme nga jeta e përditshme e njeriu, dashuria ndaj prindve, ndaj atyre që i dhanë jetën për idealet e veta dhe lidin, pastaj gruas si shtyllë të familjes, por edhe viktim ligjeve kanonore. Në vjershën Koha, autori sikur na tërheq vërtetën që të shkojmë në pajtim me kohën, sepse çdo gjë ka kohën e vet, madje thot bimni as bimën pa kohë nuk lexon. Kur koha s'është as fjalën ose folën. E të këshillon poeti dhe është mjaft lehtë të kuptohet porosia e tij, por shtrohet edhe pyetja se dikujt nuk i vjen rradha të flasë ashtu, nëse vetëm pret. Megjithëse është i pranueshëm edhe është e pranueshme fjala popullore durimi ka selamet. Në ditë e vështira në për të cilat duhet të kalojë çdo njeri, ai ka nevojë për ndihmë. Këtë ndihmë autori kërkon në vjershën më jetëdore. Dora e shtrihet mikut si babai djalit, dhe si baba djalit dhe si nana ullavit të autori, por edhe këshillon se Dora nuk i jepet askur spionit nga brezgjiu dhe ati që fletësi. Dora i shtrihet dhe i merret mikut, por askur armikut, është porosia esenciale e kësaj poezie. Edhe pse nuk e cakton qartë vendin e ngjarjes, vjershën Prishtini autori besoi se u ka kushtuar ngjarjen e tragjike në Kroaci dhe në Bosnjë-Hercegovinë. Këtë vërteton vargu i parë kur me shqetësim shtron pyetjen se kujt i duhet jeta kur shef fëmijë me kam të shkurtuar. Për këtë gjendje pajson edhe Evropën, të cilë se drejtohet me disa pyetje, por ajo në të cilën nuk ka përgjigje, po si nuk prishtuan parë që lullesh shndruan morrëse. Autori vetëm i vetet të lutet atyre që luftojnë që në vend të luftës të mbuten që këshërojnë plagët e luftës vetëm mallkimit. Në vjershën çka punuan për ju, autori e kritikon vetën edhe gjithë neve, por edhe gjithë neve tash se nuk kemi bërë asgjë për ata që e kanë dhënë jetën për këtë temë. Këtu nuk po ndalen në gjatë sepse në vjersha që pasojnë autori flet më gjatë për burrat e malësisë, por në këtë pjesë të veçme mendje vjersha nanën vërtet, të cilin autori nuk ja kushton nënës së vet, por të gjitha nënave tona të cilat të parat
duhet të jenë në arë, në punë të shtëpisë, të parët të zgjohen e të mbrapet të bie dhe shumë rratë. E para duhet të jetë edhe me heshtje, sepse zakoni marrjeve ja ka caktuar këtë fakt dhe detyrë. Edhe pse autori në strofën e fundit kërkon që të ndihmohet nënës, që së paku të zbuten mundimet, ai me asnjë varg nuk ngritet kundër ligjit të egër kanonor i cili edhe sot është njëllë prezent në trojën tonë. Këtë është dashur të bëj spaku për hir të vajzave tona që spaku ato të mundohemi të shpëtojmë nga kamxhiku i kanonit pasi që për menat është tepër vonë. Në pjesën e tre fyllit të rritës, autori ka futur vjersha kushtuar shkollës, nxënësve dhe mësuesve të tyre, si dhe vjershën shkollës 100 vjeçare kushtuar 100 vjetorit të shkollës Shqipërkot. Në pjesën e katërt, bijve të malësisë, janë vjersha kushtuar atyre që luftuan me armë ose me pend për lirinë e këtyre trojeve, ose atyre të cilët ranë viktimë për hir të besës dhe të burrërisë, për ne gjë normale dhe burrërore, or për dikë tjetër pa zakonshme dhe pa kuptueshme. E tillë është vjersha orë që flasin kushtuar Zef Milicit dhe Dos Smalit, të cilët njeri për shqiptar, e tjetri për malazes, por kjo nuk ka fare të rëndësi, sepse është fjala për mikun e shtëpi dhe dha jetën e tyre. Se sa e kanë çmuar besën këta më së miri flasin vargjet, si mendoni ju të mirë se turnojnë malësinë, japin mikun para vetit e t'i lanë vetit korin. Vjet pastaj vjersha kushtuar tribunës popullit dhe Çon Ljulit, në gojën e cilit autori për edhe këto vargje. Ndër trojet tona jenë vetë zotmit, përmbysim sofrën kujt, zdurojmë për të zisë. Përmbysim sofrën kujt, zdurojmë për të zisë. Pasojnë pastaj dy vjersha kushtuar poetit të njohur shqiptar, Axhjer Shpishtës, të cilin e quhen komertonin kombëtar, ashtu siç e kanë quajtur edhe shumë poetë dhe kritik letar të kohës së tij dhe të kohës së sotme. Në pjesën e fundit valli i gëzimit gjejnë poezitë për të cilat autori gjeti frymëzimin në ato mjedise dhe vende ku e kaloi jetën e vet, ose një pjesë të saj, ku një herë ose më shumë i shkelen këndët, si që janë Korita, Vitoria, Kroj, Dragojmit, Tërgaja, Shadrvani, Prizreni, Cemi, të cilin e quhen lulja e jetës e tjera. Kemi këto dhe vjeshta e Brambera, por nuk u këndon dimit edhe verës ndoshta se nuk e don të nxehtë për këto. Është disa fjalë se çka sipas mendimit tim e rëndon këtë përmbledhje poezie. Në këtë përmbledhje autori tenton të shpëtojë nga ndikimi i romantizmit, por edhe si shumë poetë të tjerë në fillim të krimtarisë vetë të qëllimit nuk ja arrin plotësisht. Doza romantike është një prezente edhe pse jetojmë në një kohë kaq pak romantike dhe në një kohë me rreth jetësor me shumë pak kushte për një ndjeshmëri të tillë. Duke shkruar një poezi do të përshtypja se autori shpesh nuk ka qenë në gjendje të koncentrohet sa duhet në një problem, kështu që shpesh në të njëjtën poezi në momentin kur hyn në thelbin e saj në paraqiten disa tema. Kjo tregon gjendjen e trazuar shpirtërore, emocionet e tepërta dhe shqetësimin e madh gjatë shkrimit të poezive, të cilat edhe pengojnë të përqendrohet më shumë. Në shumë vjersha kam janë folklor dhe tradicionalizëm që nuk do të thotë diçka e keqe. Autori është i preokupuar me fatin e vendimjes, tragjikën e saj dhe për këtë vepër simulojnë vjershat e dashurisë, të cilat do t'i jepin freskia saj. I riu edhe në ditët më të vështira ka nevojë për dashuri. Atë nuk e pengon as lufta e as ndonjë fortunë tjetër. Duket se vjershat janë shkruar në kohën kur autorin dashuria nuk e njoh shumë. Sa i përket gjuhës dhe stilit, ka disa me të cilat edhe nuk duhet të pajtohet autori. Autori mundohet i krimës, por me gjithatë hasim shpesh në disa vargje të poezive, që ka tregon se nuk ka mundur ose nuk ka dëshiruar të largohet nga ndikimi i poezisë së traditës. Autori tenton edhe të formojë një farë individualitetit krijues ashtu si edhe stilin e vet poetik. Qëllimi i parë të dikun ja arrin, por stilin e vet ka mundur ta krijojë vetëm poetët e mëdhenj të cilët e kanë shënuar një periudhë kohës siç janë Noli, Naimi, Fishta, Mixheni, e përket edhe mund të quajmë stili Nolian, Fishtian, Mixheni e tjerë. Por se vjetë i qëllimi nuk kanë mundur të arritë as Shirok, as Mirë, as Guraguqi, as shumë poetë tjerë të skaluarës, edhe të dashmes. Sa i përket gjuhës, autori është përcaktuar për dialektin lehtë, më mirë themi për folën e vendit dhe jo për gjuhën letrare shqipe, e cila është në përdorim në tërë administratën sistemi shkollor, shpirtëtues dhe mjetet e informacionit në trojë shqiptare. Kjo është e drejtë për çdo kujt edhe pse pajtohem me mendimin e të gjithë juristëve botror se më mirë është të kemi një ligj të dobët që respektohet se
sa i ligj të përsosur që nuk e respekton askush. Kjo nuk do të thotë se nuk duhet të bëhen përpjekje për ndryshimet e normave gjyqësore, por në forma legale. Po ashtu jam i bindur se autori nuk e ka bërë vetë se nuk e njeh gjuhën letrare, se jam i bindur se më mirë e njeh gjuhën letrare se sa dialektet e saj. Në fund, sidoqoftë, mund të them se duhet kemi edhe një përmbledhje të poezive, e cila premton dhe paralajmëron një krijues të ri, të talentuar, i cili edhe me ndonjë letër të re do të më gëzojë edhe vetën edhe ne, edhe më shumë. Urimet e fajtë. Në emër të grupit letrar Jehona, përshëndesim përfaqësuesit e shtëpisë botuese nga Lesha, ku botua libri. Prandaj dëshirojmë që të marrin fjalë, sepse në pranimin e tyre ndërruan këtë stupim. Më parë po prezantohen, quhen Vëllin Gjobani, jam mësues në shkollën e mesme në Lezhë, drejtoj në shtëpi botuese, bashkë punoj me Frank Kullin, pronari i shkollës në Lezhë. Kemi ardhur në të promovim me dëshirë. Edhe nuk din të them me gjatë madhe, të uroj autorin, të uroj gjithë juve, sa edhe një ndjenjë që njëra tani. E para, kur votohet një libër shqip, njeriu shqiptari, intelektuali një knaqësi. E dyta, kur i dëgjon ato të ri të reja, që recitojnë kaq bukur, fjalën poetike shqipe, njënë përsëri knaqësi. Unë vetë kam i specializuar si kritik letrar, pra ne dhe kam përmos librin si lektor, por mas atyre dy bisedave oratorëve të përgatitur për të qëllim, unë nuk mendoj sa një gjama tjetër. Por gëtstoja për formën, për vargën e këtij ne jemi mësuar një poezi deklarative, një poezi që për disa vjet tek ne ka qenë e ideologizuar, një poezi e cila ka pas suksese të mira, por edhe manësit e veta. Unë mendoj që Lula Shek, si që përmendën edhe orator parafolës, kërkon një individualitet të vetë. Dhe këtu është bukuria e artit. Kurse cili sot atë që vjen, kurse cili sot atë në gjuhën e vet, kurse cili sot atë në ndjenjën e vet. Kjo është bukuria. Gjithë lulet nuk janë bukura se janë njësoj, por se janë bukura në vetvete, se kanë ngjyrën e vet, kanë erën e vet. Dhe me një për këtyre është edhe kjo poezi e cila, për mua nëse sjell fragmente të eposit tonë të krishnikëve. Ka atë ritëm, ka atë përfitërim, dhe mendoj që këtu është një rranjë, nëse nuk komentojnë nga ana ideore atë rranjën e shpërndame, në rranjën ndame, është një rranjë që poezia shqipe do të jetë gjithmonë e bukur nëse mbetet aty. Ju faleminderit. Kushtet tani të shtrimin e vetë kritik dhe të japë në vend si Valentin Jumshaj. Pranvera e këtij riti filloi me një lule që të aromë si të kënaqë shpirtin dhe zemrën.
Kjo lule në bashkoj sonde këtu që të njoftohemi më mirë me shijen e saj, të njoftohemi me rënjet e saj. Këtë aromë dhe kënaqësi në sjellin vargjet e bukura të profesorit Ullas Palushaj, i cili në këtë kohë që na kaploi terë dhe zlia, arriti që të ruaj atule nga dimrat dhe erat e forta. Veprimtaria e tij është përmbledhur në vëllimin poetik Raj të ndame. Vetë titulli i veprës tregon mjaft, dhe na shtyn të lexojmë këtë vepër jo as të madhe për kavëllimi, por shumë të zgjedhur për kapërmbajtjen e saj. Le të lexojmë poezinë e Silapan dhe titullin e veprës. Po sa të lexojmë këtë poezi, ne do të hyjmë në botën e thellë poetike. Të gjitha vargjet e poezisë janë të shkëpikura në patriotizmin e poetit, dashurinë e tij të madhe për vetëlindjen. Zemra e Mehmetit është ndarë në tri pjesë, por të gjitha rrehin me të njëjtin ritëm dhe melodi. Kush është ajo fuqi që do të ndajë atë rrehin? Kush do të ndajë dhe dhanë prej vëdhave? Jo, këtë sa rrit kush do. Edhe pse janë lartë këto zemra, lidhen me xhamet e malit. Poeti shpreson se këto tri zemra të majtësisë do të bëhen një, dhe do të hanë në të njëjtin kund. Si qietët nga vargjet, i besojnë kohës sjelltarë me pranverë, të rrinë në një sopër që bajnë bashkë një jetë. Nuk ndahet jo vllau, ndahet nga vllaznia, një zemër gjithmonë, një do të jetë majtësia. Poeti shfrytëzon me sukses vargun popullor si formë për materializimin e frymëzimeve të veta. Sa që mund të themi se në ato poezi që kanë frymën dhe strukturën e poezisë popullore, poeti është më spontan dhe më i thellë. Temperamentit dhe natyrës së tij krijuese i përgjigjet më tepër vargu i lidhur se sa vargu i dijes. Gjuha e poetit në dialektin gjej nuk veçohet për leksikun e pasur, por për mundësinë e madhe komunikuese. Ajo nuk është ironike dhe nuk synon eksaktësinë, përkundrazi është e hapur dhe e kuptueshme. Duke i dhënë fjalës në një raport specifik ku kuptimësia e tyre dhe më e pasur dhe funksionalisht më e vlefshme, poeti ka krijuar realitetin artistik më të pasur se vetë realitetin jetësor nga i cili është pranisur. Unë do dëshiroja që sa më shumë të rinj të shkojnë në rrugëve të këtij poeti, se për kësaj lulesh ka nevojë mundësia. Në fund na mbetet vetëm të urojmë këtij poeti realizim ëndrash poetike dhe suksese në krijimtarinë e tij të ardhshme. Tani të ndërën në shtafiru prezentoj edhe një milance Selma Miljanaj. A ka me kënaqësi se kur e sheh një libër të mbushur me poezi të shkruara nga vëllai vet, kur i sheh mendime dhe ndjenjat e tij, pothuaj të ngjashme me mendimet dhe ndjenjat tona. Jo pra, ka me kënaqësi. Për të parën njerë kur i shikova këtë poezi, që ka botuar profesori im i dikushëm, mendova se gjinte në një ëndër se gjatë të papritur, por jo, ishte e vërtet. A i kishte botuar poezitë e veta që me kohë mendoj se t'i botoj.